simbolik e tretë e fuqishme është data e zgjedhur për të zhvilluar këtë aktivitet. Në Shqipëri sot është dita e mësuesit. Për ne është një ditë për të nderuar dhe festuar mësuesit. Faleminderit, një faleminderit e madhe për gjithë mësuesit. Jam veçanërisht e lumtur që të moderoj panelin e parë të këtij dialogu midis brezash me 4 personalitete të shquara sot pavonesë. Kam nderin të ftoj folësin e parë, zotin Martin Schulz, një laureat i 2015 si Karls Prize për kontributet të shquara për çuarjen përpara të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe integrimit evropian. Nga 2011-2018, zoti Schulz ka mbajtur pozicionin e kryetarit federal të Partisë Socialdemokrate në Shqipëri dhe 2012-2017 ai ka shërbyer si president i Parlamentit Evropian, ndërsa aktualisht është president i Fondacionit Friedrich Hebert. Zoti Schulz, mirëse në Tiranë, ftoheni të uleni këtu. Nëse do doni të thoni disa fjalë mirëseardhje përpara se sa dijojmë me folësën e dytë, jo, vazhdoni. Folësi i dytë i shquar është Dr. Jürgen Linden, që është presidenti i Karls Prize në Aachen, ka shërbyer si kryetar bashkie i qytetit të Aachen dhe ka një sër çmimesh edhe atë të Legionit të Nderit në Francë. Dr. Linder, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Folëse e tretë është një aktiviste politike, një kampione të drejtave të grave, që është zonja Veronika Tsepkalo. Ajo është kandiduar për çmimin Nobel në 2021 së bashku me Svetlana Shkajevskana dhe është natyrisht edhe mbajtëse e çmimit në Parlamenti Evropian. Zonja Tsepkalo, mirëse erdhët. Së fundi, jam veçanërisht e lumtur që të ftoj nismëtarin e këtij aktiviteti, e po kështu mikpritësin e tij në Tiranë, kryeministrin e Shqipërisë, zoti Edi Rama. Faleminderit shumë që gjendeni këtu me ne sot. Do të përpiqem të dal paksa nga Tirana për të shkuar më tej në Evropë, në kontinentin tonë, dhe t'i referohem titullit të këtij paneli, Bota në kryq. Do ta nis në mënyrë që të fillojmë me reflektimet për këtë panel. Duket vërtet se Europa sot përballet me dilema thelbësore ekzistenciale, nga konkurenca deri tek gjeopolitika. Në fakt, kontinenti që i ka dhënë sistemit të aleancave duket se e gjen veten në mes të një rivaliteti e konkurrence gjeopolitike në rritje. Europianët e rinj, sidomos në këtë kontekst, përballen me një mori sfidash lidhur me sfida socioekonomike, klima, ndryshimet mjedisore, luftën kundër rritjes së dezinformimit dhe radikalizimit. Kështu që do ta nis me ju, zoti Schulz, me pyetjen e parë hapse. Ku i lë të rinjt kjo situatë gjeopolitike dhe çfarë duhet bërë për t'i trajtuar këto sfida në këtë fazë? Faleminderit. Në fakt është pyetje e vështirë. Dhe në rast se do të kisha mundësi që të jepja një përgjigje, atëherë do të ishte një përgjigje e mirë për brezin e ardhshëm dhe unë për vete do të isha vërtet shumë i kënaqur, dhe jo vetëm unë besoj, por edhe të tjerët. Sepse ne jetojmë vërtet në një moment, siç e shpjeguat ju, një moment ndryshimi. Pra, pyetja është, po ku do përfundoj kjo gjë? A do të përfundoj në ndonjë gjë jo të mirë, për shembull? Apo do të jetë në një katastrofë, sepse ne shikojmë që Europa gjatë 10 vjeçarëve të fundit ka qenë në fakt e sigurt. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në veçanti presidenti i saj dhe zëvendës presidenti, për mendimin tim,
ndoshta për arsye shumë ideologjike, po vën në pikpyetje parime kryesore të botës perëndimore. Për mua, këto vlera bazohen mbi 3 aspekte: respekti, toleranca dhe dinjiteti. Respekt do të thotë respekt për cilin do individ në shoqëri, tolerancë për patur tolerancë për mendimet të tjera, për mënyrat të tjera të jetuari, për besimet të tjera. Dhe gërshetimi i respektit individual dhe i pranimit tolerancës së të tjerave, gjërave të tjera, ky është ai gërshetim që sjell dinjitetin dhe dinjitetin ti ua jep të tjerëve, duke pritur që edhe ata të pranojnë dinjitetin tënd. Kjo është baza e një njeriu me mendje të hapur, e një mendje të hapur e cila ekziston pra në një vend demokratik, heterogjen, shumë kulturor, shumë fetar, por edhe me shumë mendime, pra me mendime dhe këndvështrime nga më të ndryshmet, por ajo gjë me cilën ne po përballemi tashmë është që qendra e pushtetit e një nga demokracive më të mëdha në botë, ai person, po sillet në një mënyrë të tillë që po e bën sjelljen pa respekt, e ka kthyer në strategji dhe mungesën e tolerancës në model dhe një sjellje pa dinjitet në përvojën e përditshme të njerëzve kudo në botë. Dhe për këtë arsye nuk mund t'i përgjigjem pyetjes tuaj, pra ku do të çojë kjo gjë, ku do të shkojë, ku do të përfundojë, por shpresoj që europianët më në fund të kuptojnë që sfidën mund ta zgjidhin duke qenë të përbashkët, sepse dhe të bashkuar, sepse gjithë ata qindra miliona europian, plus ato vende që duan të bëhen shtete anëtare, dhe duke marrë parasysh edhe faktin që tregu unik i Bashkimit Evropian, pra tregu i vetëm, vazhdon ende të jetë enti më i madh ekonomik në botë dhe nuk është i dobët kurse si në rast se është i bashkuar, dhe duhet të shmanget çdo lloj strategjie për ta përçarë Evropën, për ta ndarë atë me synimin për ta dobësuar atë. Në Moskë për arsye ideologjike dhe në Washington për momentin na duket të paktën në dukje për arsye ekonomike. Dhe në rast se europianët mund ta kuptojnë pra që këtë interes të përbashkët mund ta ruajnë duke punuar më shumë për respektin, dinjitetin, tolerancën dhe duke qenë të bashkuar, atëherë unë mendoj që zoti Trump po kontribuon kundrejt asaj gjë për cilën unë kam kërkuar gjatë të gjithë jetës time politike, një Europë të bashkuar e më të fortë që shkon përtej kombit shtet, që sigurisht vazhdon të funksionojë dhe të ekzistojë, por po funksionon mbi të, pra jo që të vijnë shtetet kombe kundër njëra tjetrës, por të jenë të bashkuara duke shkuar drejt brezave të ardhshëm me respekt dhe me dinjitet. Dhe që fëmijët e të rinjve këtu dhe fëmijët e fëmijëve të tyre dhe ardhmja e tyre të mos vendoset në Pekin apo në Washington, po në Berlin, Paris, Tiranë. Pra përgjigjja ime për pyetjen tuaj është që më shumë se kurrë na duhet një Europë e bashkuar. Faleminderit zoti Schulz. Dëshiroj tashmë që të flas pak më shumë pikërisht për këtë gjë që ju thatë së fundmi, duke e çuar pra vëmendjen drejt Europës. Zoti Linden, ju keni promovuar bashkëpunimin ndërkombëtar, bashkëpunimin ndërmjet të rinjve, mes komuniteteve të ndryshme në Europë, dhe ajo që shohim ne sot është që të rinjt përballen sot me një rizgjim të nacionalizmit dhe me faktin që shikojmë pra përçarje të reja ose të vjetra që po dalin në sfond. Çfarë mund të bëjmë të përballemi me këto sfida? Faleminderit. Në fakt pyetja juaj është goxha e vështirë dhe përgjigjja është edhe më e ndërlikuar, por më lejoni që së pari të falenderoj si presidenti i çmimit Charlemagne ose i Karlit të Madh, qeverinë e Shqipërisë dhe mbi të gjitha kryeministrin e Shqipërisë
zotin Edi Rama që e bëri të mundur këtë takim. Ne u takuam vjet dhe patëm këtë ide që të organizonim këtë takim në një nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat po shkojnë gjithnjë më pranë Bashkimit Evropian. Dhe mendoj që qasja më e mirë është ajo që vjen nga poshtë. Pra që njerëzit të bëhen bashk, të bashkohen me njëri tjetrin, të takohen me njëri tjetrin dhe sidomos ata njerëz në shoqëri që e kanë të ardhmen përpara. Dhe për këtë arsye, ju jam vërtet shumë mirënjohës që ne kemi mundësinë që ta organizojmë këtë takim këtu sot në Tiranë. Pra faleminderit shumë mbi të gjitha organizatorëve për gjithçka që kanë bërë për këtë takim. Së dyti, për pyetjen tuaj, çfarë mund të bëjmë? Ishte pyetja juaj. Mendoj që ka vizione të ndryshme këtu. E para është që në Ukraina është hasur me një agresor. Dhe ky agresor i Ukrainës do të thotë që nuk është vetëm i Ukrainës, por e të gjithë idesë së Europës, e cila është pas kësaj Ukraine. Dhe ne duhet t'i bëjmë ballë, t'i rezistojmë këtij agresioni. Dhe duhet të themi çfarë do që të jetë Europa sot dhe çfarë do që të jetë Europa në të ardhmen. Deri më sot Europa ka qenë mbrojtja, ka patur mbrojtjen e SBA-s, e cila ka luajtur një rol shumë i rëndësishëm mbi të gjitha, edhe në nivelin ekonomik. Por vetë Europa nuk ka qenë partneri në këto politika globale në cilat ne do donim që të ishim. Kështu që duhet marrë një vendim pikërisht tani. A duam që të jemi kështu dhe të tillë, apo ekziston rreziku që kjo ide europiane do të bjerë, do të rrëzohet, do të thyhet? Pyetja e dytë është, ne kemi agresor jo vetëm nga jashtë, po kemi agresor edhe nga brenda. Po të shikojmë, për shembull, zgjedhjet e fundit që ndodhen në Gjermani, 20% ishin anti-europian në votim. Anti-europian do të thotë edhe në të njëjtën kohë edhe antidemokratik. Dhe ideja e filozofisë liberale dhe pra ti është kundër modelit, mënyrës sonte të jetuarit. Dhe ne duhet i bindim edhe të gjithë këta individ, këtë 20%, që ka një alternativë për te vizionet që kanë ata për politikën. Dhe ky vizion është një vizion demokratik, është vizioni ynë. Dhe që është ndërtuar pas luftës së dytë botërore, duke u mbështetur tek përvojat e më shumë se 300-400 vitesh përvojë të vetë kontinentit evropian. Ashtu siç e tha Martin Schulz, vlera si toleranca, respekti, dinjiteti e të tjera. Duhet që këtë pyetje t'ja bëjmë vetvetes. A është ky modeli që ne dëshirojmë të ndjekim, apo është ky modeli që ne duam ta ndryshojmë për të arritur marrëveshje dhe për të bërë biznes? Pra, ka dy alternativa, dy opsione të themi. Dhe pyetja e tretë për mua është: a kemi mundësi ne që të stabilizojmë atë që deri më tash ka qenë një ideja europiane? Kemi patur vërtet shumë suksese në të shkuarën, për shembull euron, monedën euro, ose traktatin e Maastrichtit, tregun e brendshëm, pra tregun e vetëm. A kemi ne mundësi që ta stabilizojmë këtë ide si një ide të vetme për të tjerave? Dhe ky vendim do të merret pikërisht tani, do të thosha unë. Dhe në rast se më lejoni edhe një pikë të katërt, është në fakt kjo është edhe karriera individuale e gjithë kujt që është ulur këtu, por edhe atyre që janë jashtë sot, jashtë kësaj salle. Ne kemi të drejtën që të zhvillojmë mënyrën tonë të jetuarit, por në kuadrin e një filozofie. Pra, këto dy gjëra,
jeta individuale, jeta jonë individuale dhe në rast se mund ta them kështu edhe filozofia e shoqërisë tonë, këto të dyja duhet që të jenë në përputhshmëri me njëra tjetrën. Dhe kjo është e vështirë për të marrë përgjigje. Dhe madje ideja ime personale dhe unë tashmë jam goxha në moshë, por do të thosha që unë e kam bërë zgjedhjen time. Gjatë 4 apo 50 vjeçarëve të fundit të jetës time dhe kjo zgjedhje imja ka qenë të jem europian dhe ta jetoj pikrisht atë model jete në jetën time dhe këtë filozofi dhe këtë ide që është vetë Europa. Faleminderit shumë për këto argumente të dyja, këto ndërhyrje të para, cekin çështjen e autoritarizmin dhe se si mënyra jetesës europiane kundërshtohet kaq shumë nga forma autoritarizmi. Kësaj dua të ftoj Polsen e tretë, e cila përgjatë të gjithë karrierës vet politike është përkushtuar për të luftuar autoritarizmin nga afër, po kështu edhe për të mbrojtur të drejtat e grave, të drejtat e njerëzit në vendin e vet. Në Bielorusi. Në frymën e Bashkimit të Solidaritetit Evropian, dua t'ju pyes cilat janë mësimet që aktivistët politik në Europë mund të mësojnë nga betejat tuaja në Bielorusi. Dhe në fakt, do të thoja që lufta juaj kundër autoritarizmit edhe për mbrojtjen e grave ka marrë një rëndësi edhe më të madhe pas 2022-shit, luftës në Ukrainë. Pikëspari dua t'ju falenderoj kryeministrin Rama, dua të falenderoj komitetin Karlsprais për organizimin e një evenimenti kaq të madh. Sepse sipas mendimit tim, debati, dialogje, diskutimet e hapura janë kyçi i demokracisë. Por t'ju kthyer pyetjes suaj. Unë vi nga një vend që quhet Bielorusi, ish Republika Sovjetike e Bielorusisë. Vendi ynë njihet si diktatura e fundit në Europë përpara se luftat niste në Ukrainë. Diktatura e fundit në Europë. Duke qenë se kam punuar gjatë gjithë jetës në industri, në kompani shumë komshe, kështu që pak a shumë jeta ime ishte pak a shumë në rregull krahasuar me banorë të tjerë apo qytetarë të tjerë bielorus. Po në thellësi e ndjeja që vendi ku jetonim nuk ishte si duhet, e kam parë, e shihja se çfarë ndodhte në vendin tim. E shifja shkeljen e rëndë të drejtave të njerëzit. Kam parë njerëzit të vuajnë dhe çdo ditë i bëja pyetje vetes. A dua që fëmijët e mi të rriten në këtë vend? Apo më duhet të bëj përpara një hap dhe të ndryshoj këtë vend? Pastaj erdhi 2020 kur u zhvilluan zgjedhjet presidenciale në Bielorusi. Presidenti ynë ka qenë në pushtet për më shumë se 30 vjet. Për 30 vjet nuk kemi pasur ndryshim të pushtetit, për 30 vjet nuk kemi pasur parlament, për 30 vjet nuk kemi pasur diskutime të hapura, për 30 vjet na është ndaluar çdo gjë që është normale për një vend demokratik. Pastaj familja jonë vendosi të merrte pjesë në këto zgjedhje, sepse siç e thash, nëse do të ndryshosh diçka, duhet ta nisësh nga vetja. Nis të bësh diçka në vend që të rish aty në kuzhinë, të diskutosh situatën politike të vendit. Pra, bëj diçka. Bashkëshorti im vendosi të hynte në zgjedhje dhe sigurisht Lukashenko, duke parë që kishte një kandidat të fortë opozite që vendosi të merrte pjesë në zgjedhje, i eliminoi ata. Të gjithë ata që ishin të fortë, sepse nuk donte të kishte asnjë kundërshtar të fortë përballë. Kjo është arsyeja që ne, 3 bashkëshortet e kandidatëve, vendosëm që të mos heqnin dorë. Pra, ata vendosën të merrnin pjesë në zgjedhje, po ne. Ende vazhdonim të ishim qytetarë të Bielorusisë, ishim gra dhe duhet vazhdonim të luftonim. Kështu përbëm 3 shen e grave, 3 gra, 3 bashkëshorte të kandidatëve presidencial. Ne dham shembullin për popullin bielorus, sidomos për ata që kur nuk besonin në fuqinë e grave, sepse në politikën bieloruse, e me qëra fjala këtu në vendin tuaj në Shqipëri, kryeministri ka kaq shumë ministre gra, ka
kaq shumë gra në stafin e tij. Unë admiroj vërtet këtë, është një arritje mjaft e madhe sepse krahasuar me vendin tim, kjo është thuajse e pamundur. Kështu që nisëm luftën tonë, sfiduam diktaturën, edhe për të qenë të sinqert, për muaj të tërë, ai ngriu nuk dinte ç'të bënte sepse ishte hera e parë kur i duhej të luftonte me gratë. E vetmja agjend që kishim ishte lirimi i të gjithë të burgosurve politik dhe shpallja e zgjedhjeve të reja presidenciale, asgjë tjetër. Nuk kishim asnjëherë një ambicie politike, kur nuk thamë që duam të jemi presidente. Thjesht donim të jetonim në paqe në një vend me vlera demokratike e donim të kishim zërin ton, të merrnim pjesë në jetën politike, të bënim diçka për vendin ton, në mënyrë që njerëzit të mos e linin më vendin. Dhe e dini, sigurisht erdhi dita e zgjedhjeve, presidenti ynë u vet shpall si presidenti i zgjedhur, manipuloi zgjedhjet. Dhe niveli i qëndresës ishte i pabesueshëm, kishte qindra mira njerëz që dolën në rrugë, protestuan për muaj të tërë. Por sigurisht, kur ke një superfuqi si Rusia që të mbështet, kur ke para që derdhe në vend vetëm për të luftuar, ata njerëz që nuk kanë as armë, që nuk kanë as gjë, nuk kanë as mbështetje, veç lule, sepse ne ishim gra. Me lule, visheshim me të bardha, gjithçka ishte me të bardha. Me një ndjenjë të jashtëzakonshme solidariteti mes grave, sepse donim të tregonim që mund të fitonim këto zgjedhje pa asnjë pikë të vetë me gjaku. Sigurisht, zoti Putin, Lukashenko na luftoi, vendi ynë nuk ishte parë një reprezalje të tillë për 30 vjet. Patëm 15.000 të burgosur politik, sepse ka të tjerë që nuk duan ta njohin, ta pranojnë se janë të tillë, sepse nëse shpallen të tillë, atëherë gjithë familja do të jetë në rrezik. Në rastin ton, oponentët politik vazhdojnë të jenë në burg. Në rastin ton, ne humbëm çdo gjë që kishim në vendin ton, shtëpinë ton, apartamentin ton. Lukashenko shiti edhe lodrat e fëmijëve tanë, gjithë sendet e fëmijëve tanë, çdo gjë është shitur në ankand dhe parat shkuan drejt për drejt e Lukashenko. Kjo nuk mund ndaloje, me qëra fjala, unë jam e dënuar me 12 vjet në munges, ndërkohë që bashkëshorti im që është këtu është dënuar 17 vjet në munges vetëm sepse mori pjesë në zgjedhjet presidenciale. Por vendosëm të mos ndalemi, tham, mirë, me qënë se jemi në një farë mënyrë të burgosur, do të vazhdojmë këtë luftë. Unë ngrita fondacionin e grave, ku ju bëra thirrje udhëheqësve ndërkombëtar, Bashkimit Evropian, organizatave të grave, të mbështesin gratë pas hekurave në Bielorusi. Gratë mbahen në kushte të pa imagjinueshme. Dhe kur shoh gratë që lirohen nga burgu, janë veç skelete, duket sikur kanë dalë nga kampet gjermane të përqendrimit. Është e pabesueshme që kjo vazhdon të ndodhë në botë. Kështu që këshilla ime për ju, këshilla ime për të gjithë të rinjt europianë, organizata trinore europiane, numër 1, është mos harroni Bielorusinë. Ne dim që në skenën botërore po ndodhin shumë gjëra, lufta në Ukrainë, po, keni patur një gjë të tillë në Ballkan 30 vjet më parë dhe bravo, e keni kaluar, por ky rajon po kalon luftë, ka një luftë në Gaza, midis Palestinës, midis Izraelit dhe Hamasit, por është edhe Bielorusia, edhe pse zyrtarisht ne nuk jemi në luftë, por ndodh që brenda me qytetarët e vendit ka një gjenocid të vërtet, ka vuajtje të vërtet, kështu që ju bëj të gjithë dhe thirrje. Ju lutam, mos u ndalni. Nëse keni një ëndër ashtu siç kisha unë, që doja të ndryshoja vendin tim sepse kur nuk doja të largohesha nga vendi im kur në jetë, dhe në fakt ne mund të largoheshim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kishim shansin për të jetuar një jetë të mirë atje, për zgjodhëm të ktheheshim në vendin ton sepse kishim lindur aty. Nëse keni një ëndër, nëse keni një pasion për diçka, asgjë nuk duhet ju ndal. Shkojeni pas kësaj ëndre pavarësisht sa e vështirë ju duket. Bëuni të guximshëm, aktiv dhe kur mos e ndalni luftën tuaj.
Unë kam marrë një angazhim, i kam dhënë fjalën vetes që nuk do të resht kur derisa të kthehem në shtëpi, derisa të gjithë të burgosurit politik të lirohen, derisa ta shoh vendin tim demokratik, dhe derisa fëmijët e mi të më thonë që duam të jetojmë e të rrisim fëmijët tanë në Bielorusi. Faleminderit zonja Tsepkalo që ndatë me ne përvojën tuaj të jetës, pres me pa durim që sot pas ditët t'ju pres në Kolegjin e Europës që t'ju flisni studentëve tanë për rolin e grave vajzave për të mbështetur paqen e demokracinë. Si folës i fundit është mikpritësi i aktivitetit. Kam të njëjtën pyetje apo të ngjashme gjeopolitike, për duke qenë këtu, duke qenë se jemi te tema e aktivizmit rinore, duke qenë pikërisht në këtë ndërtesë, e duke pasur parasysh auditorin, që është kryesisht i përbërë nga organizata rinore nga mbar bota. Do doja t'ju pyesja, kryeministër, ju vetë keni qenë aktivist politik, pjesë e lëvizjes rinore për të sjellë ndryshim këtij vendi. E si që përmendi zonja Tsepkalo, kjo ishte 35 vjet më parë. Ky ka qenë realiteti në këtë cep të Europës. Si e shihni realitetin e rinis në këtë anë të Ballkanit në këtë kohë dhe si mund të përballemi me sfidën më të gjerë gjeopolitike? Faleminderit. Spari më lini të falenderoj nga zemra Karlin, pra Jürgen nga Karl Price, sepse tu drejtova me emrin Karl. Besoj që është mirë. Pra Jürgenin nga Karl Price që pranoi organizimin e kësaj nisme të përbashkët, që unë e konsideroj diçka të lindur, e cila nuk besoj do t'jetë vetëm një herë, por mund të çojmë edhe më tej, e pse jo të krijojmë një çmim për të rinjt, për të rinjt evropian, sepse të rinjt e pjekur i keni në Gjermani, po këtu çmimi për të rinjt europian mund të jetë diçka e mirë. Sigurisht, qeveria shqiptare do të ishte absolutisht e lumtur që të punonte me ju së bashku. Dhe që vitin tjetër të organizonte të jetë çmimin për europianët e rinj, për cilët besoj që ju keni të gjitha mjetet për të organizuar një komitet që të bëjë zgjedhjen e duhur. E di që Gjermania nuk është në pozitë mjaft mirë financiarisht, që mund të ndihmojmë ne. Kështu që mund ta bëjmë së bashku. Së dyti, dua të falenderoj Martinin për ardhjen këtu. Ai sot kryeson Fondacionin Friedrich Hebert, fondacioni më i madh e me më emër politik në botë, jam i sigurt që do mund ta kuptoni se sa shumë ftesa i vinë për fakti që zgjodhi të vinte sot këtu, na nderon. Dhe jam shumë i lumtur që patëm mundësi të riangazhoheshim në një diskutim që e kemi nisur shumë kohë më parë. Kemi Dr. Lindenin, por edhe zotin Van der Linden, që është një mik i vjetër i këtij vendi dhe i popullit shqiptar që shpreh fillimit të rrugtimit të tij pas rënies komunizmit. Dhe është një politikan holandez i cili arrin të lundrojë mjaft mirë midis të qenit holandez dhe europian, që është mbretëlënse. Jam i sigurt që do të jetë vërtet
Një dhuratë e madhe për të rinj që të dëgjojnë çka për të thënë dhe mendimet e tij, ai do të ndaj po kështu dhe mbresat e tij për Shqipërinë, për rrugtimin e saj, dhe kjo do të jetë edhe më interesante. Nuk do ta falenderoj zonjën që gjendet këtu sepse ajo dhe bashkëshorti i saj janë tashmë pjesë e komunitetit ton. Janë tashmë qytetar të këtij vendi dhe ne jemi shumë krenar e të privilegjuar që kemi këta dy njerëz të guximshëm midis nesh e që kemi mundësi t'i dëgjojmë e të mësojmë prej tyre. Kjo është pjesa ime si mikpritës, nuk e harrova ambasadorin gjerman që gjendet këtu gjithmonë me interes për të dëgjuar se çfarë kanë të thonë gjermanët që vizitojnë këtë vend dhe të raportoj pastaj në Berlin saktësisht për atë çfarë është thënë këtu. Më parë se të vinim këtu, po flisnim me Martinin dhe me miqtë tanë për një vend tjetër që është mjaft i mirë për të raportuar. Për të ardhur tek pyetja tani, nuk dua të marr shumë prej kohës tuaj duke u kthyer 35 vjet a pak më tepër më parë kur isha po aq i ri sa të pranishmit në auditor dhe u përfshiva në lëvizjen për të ndryshuar dhe për të kërkuar një tjetër mënyrë jete, për të kërkuar lirinë. Por ajo çfarë dua të them është se nuk jam i lumtur kur shoh të rinj që nuk e kuptojnë sa e rëndësishme është politika. E që besojnë se duke e skartuar politikën si diçka të pist, diçka larg tyre, diçka me cilën nuk duan të kenë as pak të bëjnë. Në fakt, mendojnë se i ikin asaj, por nuk i ikin dot. Politika të ndjek pas gjatë gjithë kohës. Është një iluzion të besosh që nëse rri jashtë saj, nuk do të prekesh prej saj. Përkundrazi, sa më shumë të rinë njerëzit jashtë saj, aq më të mëdha janë shanset për të prekur negativisht prej saj. Sepse ajo ka të bëjë me pjesëmarrje, nuk ka të bëjë me profesionin, nuk ka të bëjë me faktin e të qenit një politikan, apo të hysh në zgjedhje, apo të lësh punën, apo pasionet e tua. Ka të bëjë me angazhimin si qytetar, të angazhohesh si dikush që kujdeset për të drejtat e tij apo të saj, spari dhe mbi të gjitha për liritë e tyre. Dhe pse jam kaq i fiksuar për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian saktësisht për këtë arsye. Derisa ne të shkojmë në Bashkimin Evropian, ka gjëra të cilat nuk do të jenë të sigurta, të garantuara e të pakthyeshme. Dhe këto janë gjërat më të rëndësishme. Ndaj kur më pyesin, ç'plan B keni? Ç'plan B ka Shqipëria? E them që nuk ka plan B përkundrejt lirive individuale. Dhe në qoftë se doni të negocioni lirinë tuaj, atëherë hiqni dorë, mos u bëni pjesë e Bashkimit Evropian. Po në rast se nuk doni të negocioni këto liri individuale, duhet të jeni pjesë e Bashkimit Evropian. Së dyti, nuk ka plan B përkundrejt shtetit të së drejtës e të qenit të barabartë përpara ligjit. Dhe sërish nëse doni ta negocioni këto, atëherë mund të zgjidhni një tjetër drejtim, mund t'ju ofrojnë vodka, mund t'ju ofrojnë haviar, e shumë gjëra të tilla. Po, hiqeni nga mendja shtetin e së drejtës dhe barazin përpara ligjit, që garantohet vetëm nëse je pjesë e Bashkimit Evropian. Së fundi, po jo nga rëndësia, të gjitha të drejtat
që vinë me lirin, sepse liria është njëra anë e medaljes, ana tjetër janë të drejtat, mund të garantohen duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe dua gjithmonë t'ju kujtoj Afganistanin apo Irakun apo vende të tjera në të cilat njerëzit kanë pasur mundësinë për ta shndërruar vendin e tyre në një demokraci funksionale dhe nuk funksionoi. Dhe unë them që nuk do të funksionoj kurrë në qoftë se nuk ke Bashkimin Evropian si pikën tënde të horizontit, nuk mund të funksionoj, sepse nuk ka të bëjë vetëm me atë që do, por edhe me mënyrën se si mund të arrish. E po kështu, edhe sa mbështetje ke në mënyrën se si mësohesh për ta bërë këtë gjë. Sot po zhvillojmë të diskutim të jashtëzakonshëm të drejtësisë që shkon pas apo ndjek figurat e profilit të lartë. Nuk është e përsosur, ka mjaft dizavantazhe, por është hera e parë në histori që kemi njerëz politikisht të fuqishëm, të cilët shkojnë përpara një prokurori e gjyqtarit pavarur, kur nuk ka ndodhur. Qysh nga 1912, nga pavarësia jone, deri pak vite më parë, kur finalizuam reformën në drejtësi me ndihmën e Bashkimit Evropian, kur nuk kishim parë një ministër apo një individ të profilit të lartë lidhur me pushtetin politik të çojë përpara gjykatës e jo më të dënohej. Tashmë po i shohim këto gjëra dhe pa Bashkimin Evropian harrojeni. Dhe ka dhe më shumë se kaq për të thënë për Bashkimin Evropian në këtë drejtim. Sigurisht, nuk jemi naiv, por jemi mjaft idealist ende për Bashkimin Evropian. Kjo është e sigurt. Jemi aq idealist sa dashuria e dikujt për martesën përpara se sa ta provoj. Por, përvoja më thotë se nuk ka plan B për kundrejt martesës. E kam provuar dhe mu desh të rimartohesha. Kështu që pak a shumë kjo është qasja ime për këtë. E kur vjen fjala për atë çfarë po ndodh. I believe that Europe is in a moment Besoj që Europa gjendet në një moment ku bëhet as bëhet, në kuptimin e shkuarjes në një nivel tjetër, pra nuk është thjesht diçka që kërkon përshtatje, por një ndryshim thelbësor të thellë. Nuk është një moment për të këmbgulur